Që sot kena dalë me Emën. Kena dalë 100 vjeta ajo. Po? Apo dihet ku jena të shkujem? Jo kur sen, ku po më qojnë ka dy. Sot jena të shkujem një shtek të ri. Një klub të ri. E ta qyme ku janë të na qu. Edhe çfarë pamje kena bashkë me Emën sot jena. Qemi. Në në shkele borën? Në shkel? Po. A më së tu të ndu shkele? Po që shpëtën të libën. Hajde një, hajde. Si s'vedi që shpëtën? Shtego i mirë, fa ngjyrat mira, ka që ky shteg. Hapjo pëlqen, mu po fort. Koha shumë e mirë, ftoftë, jo shi, jo borë ka shumë pak. Besoj që pjesën manat që kena më shku, ka me pas borë. Kështu që e shumë i bashk, ka borë më shumë nalt ajo. Do më thonë që shtegu, që të shkajnë ngjyrat koqe e bardhë, o shtegu i letë për fillastar. Shihemi pas pak. Dollëm territor të bardhë, do më thonë na për borë. Kështu që se që stash ka më kon pak ma bukur shtegu. Edhe nuk ka shumë borë son shtegu i shtirë. Ka sasi të vogël borës. Kështu që shihemi videot bukura. Që erdhëm të liçenati, që kjo është pamja e liçenit, që kena ardhur një shtek të ri, jo në shtekin e zakonshëm që vinë gjithë. Shtegu ke shumë i mirë, ke për fillestarës, ke shumë i zëshëm. Do më thonë që kena pamja, pak e kena mjegëll, po besoj që ju ka pëlqy kjo pjesë e hikingut sot. Kjo e leka. E sfidon vetin në këtë ftoftë, si gjithë. Që me nëna nem, të nëzën kaftar. Midis malit. Bukë të hongër, ta na pinjat. Qysh? Mas hikingit, që bo pa qysh të ra. Që me nonën të? Që e vlaqë? Që nona ka marron bok? Që janë të bo gati hamburgerat, salata vjen mas dite. Ty i frënjë jo. Amo. Ha? E kom lejtë ato.